Përshëndetje dhe mirë se vini në Shtetet Bashkuara të Amerikës me Noli Show në Oli TV. Kënaqësi e madhe gjithmonë është edhe një nder i madh kur kem njerëz të botës të artit. Por kur kemi njerëz që jemi të një veprimtarisë. Jem gazetar dhe është kënaqësi se kur e kem njeriu në më tej ekranit dhe flasim për të njëjtën punë. Besoj që do t'jetë një mrekulli. Unë do t'inspirohem sot, edhe do t'jam shumë i lumtur që sot do t'a kemi Almira Laçi, gazetare, autore, krijuese multidisiplinare që punon në kufirin mes medias dhe artit. Përshëndetje Almira, është një kënaqësi ime e madhe me të vërtetë sot që të kam këtu pranë meje. Si po ndjen veten si një prezantuese pranë një studio televizive? A ke emocione vaga jo? Të përshëndes edhe të falenderoj shumë për këtë hapësirë që m'jepet jo vetëm mua, por të gjithë shqiptarëve të cilët kanë gjëra për të ndarë. Jo vetëm veten e tyre, materialet, linjën e tyre profesionale, jetësore, të cilën me kaq kujdes edhe kurim ju e trajtoni për secilin nga ato. Është si puna asaj kornizës golc, asaj kornizës së art që ju keni të ndërtuar aq bukur dhe në brendësitë saj është personazhi me gjithë ciklin e tij. Të vogël apo të madh, nuk ka fort rëndësi, e rëndësishme është që ka pikza në të që shënjojnë dhe vlen për t'u ndarë me publikun. Në këtë kohë e cila është në vrapë sipër, ja vlen vërtet që edhe të falenderojmë të gjithë përpjekjen tuaj profesionale, të gjithë punën tuaj, për të bashkuar, për të ndjerë njësh njëri me tjetrin pavarësisht distancës, orëve të largta që na ndajnë njëri nga tjetri, por ndihemi afër. Unë ndihem mirë, nuk kam emocione. Jam si me një mik që të cilin e kam afër dhe po pres të vijojmë edhe ndajmë gjëra të përbashkëta. Ndajmë art komunikativ, art i cili do përcillet më aq sa mundet, sepse arti të cilin unë bëj është një formë e cila nuk kërkon shumë tekst. Nuk kërkon fjalë për të përcjellur, është më shumë vizuale. Kështu që do përpiqem aq sa mundem. Jam kurreshtar, mund të them disa ditë, jam të zbuluar një gjë, 99 pyetje, ku qëndron një pyetje? Pse se ke bën 100? Që t'jetë 100. Para se dalmi te fëmijëria, dua ta di këtë sekretin se me të vërtet 99 pyetje me Almirën. Tash, po ku si vendosi edhe një pyetje? Ku e ka atë thelbën, atë sekretin? Na i tërgo të lutem, se me kurështi dua ta di. Ja, sekreti qëndron që në momentin kur ti pyet. Pra, nëse do t'ishte 100, nuk do të bënte as ty përshtypje. Pra, 99 është një numër i cili zgjon kurreshtjen. Është një numër i paplot në dukje, i cili nëse shtohet atë plotësinë 100 që ndoshta ja jep i ftuari. Është numër ngacmues, është provokues, është numër edhe me simbolika të tjera të cilat përkojnë me numerologjinë, që është një fushë që jam përpjekur ta njoh, dua ta njoh sepse është e paanë, nuk jam specialiste kompetente për të folur për të, por gjithmonë më ka ngacmuar sepse unë qëndroj dhe dua të gërmoj, të shkoj përtej asaj që shoh, asaj që duket. Pra, kjo është një ndër elementet X i Y të cilën bëjnë 99% tim. Kështu Nole. Kam ndërmend të dija pak për fëmijërinë e juaj, se është një gjë e bukur se ato hapat e parë gjithmonë njerëzit inspirohen, motivohen nga njerëzit, motivohen nga televizionet, edhe thuan një ditë do të jem edhe unë një prezantuese ose do të jem një personalitet që do ta drejtoj një media. Po ju keni edhe shumë gjëra të tjera, kështu që na trego pak për fëmijërinë. Unë jam një vajzë e lindur dhe e rritur në Tiranë. Në pjesën e parë të fëmijërisë, le të themi, jam mëkuar shumë me radion. Ka qenë pjesëtari tjetër i familjes time, ka qenë e përditshme. Unë zgjohesha dhe flija gjithmonë pranë radios, e cila ishte
materiali që më konte mamaja, pra ishte e kudo gjendur ishte gjatë gjithë ditës. Madje vijon edhe sot, pra ku njerëzit kanë telefonat e tyre inteligjent në duar, në familjen time radio vijon të qëndroj besnike dhe të jetë soundtracku, të jetë backgroundi që na ushqen edhe ashtu qetësisht. Ka pasur shumë pralla, shumë libra, të cilat ne jo vetëm që na lexoheshin nga prindrit, por në të njëjtën kohë familjarët e mi për të na ushtruar edhe për të na ushqyer edhe me leximin na bënin stimulime të vogla. Pra nëse ne mbas një libri do përpiqeshim të sillnim koncentratin apo të bënim një krijim të mëtejshëm përmbi të, ne stimuloheshim dhe kjo ishte një formë mjaft e mirë të cilën unë edhe si mami sot e kam shënjuar dhe dua që ta praktikoj edhe tek vajza ime. Unë jam brezi viteve 90 dhe si të gjithë moshatarët e mi, kemi pasur dy anët e medaljes, kemi përjetuar të dyja emocionet e mëdha. Nga një anë lirin që shqiptarët me aq sa arria unë të perceptoja donin një farë forme ta kapnin me thonj. Pra sa më shpejt ishin shumë vizionar, ishin lakmojës për mirë, ishin ëndrimtar, besonin që Shqipëria do bëhej edhe shpejt. Nga kahu tjetër kishin edhe mbeturinat në thonjza, kishin rrënojat e një sistemi i cili i kishte lënë në errësirë. Prandaj edhe kjo fëmijëria ka qenë edhe e trazuar edhe në një farë forme me shumë ndalesa, sepse ishte kohë e vështirë dhe për vajzat e Tiranës apo të Shqipërisë ishte shumë e vështirë të thënurit, të mbajturit qëndrime jashtë në publik. Pra, nëse ti me kalimin e kohës ishte momenti pra kur ti do shkosh edhe do zgjedhësh fakultetin, nuk ishte ai i dëshiruari. Pra, nuk ishte lirin maksimale që ti të shkoje aty ku doje për shumë arsye. Unë kam arritur në konstatimin sot që unë nuk jam gazetarja sipas profilit shkollor, pra duke ju referuar leksioneve, termave, shëmbulltyrës të cilën ne përftojmë në shkollë. Unë jam njëjtë siç kam qenë vajzë e vogël, pra bëj gati të njëjtën gazetari. Unë kam qenë vajza që më pëlqente të merrja shoqërinë time, edhe merrja gjithmonë rolin e gazetares. Krijonim, simulonim ambientin e një studioje, magnetofonin e vinim në shtypnim butonat e rekordit, pra ku ne incizonin veten tonë dhe isha po unë që pyesja shumë me çiltërsi, me naturalitet, sikur si jam dhe sot. Më shumë dëgjoj se sa flas. Pra më pëlqen që të zbuloj shpirtrat, jetët, të kuptoj edhe të mos paragjykoj, ti pranoj ashtu sikur se janë dhe ti ngacmoj vazhdimisht. Kjo është pjesë e imja, e natyrës time, kjo nuk është pjesë e gazetarisë. Pra unë këtë sot bëj, edhe tani që jam në mikrofonin e Radio Tiranës, jam po njëjta gazetare sikur se isha atëre herët në vegjëli. Momentet më të bukura për 15 vite që jeni një prezantuese në Radio Tiranën. Çfarë tema trajtoni aty? Çfarë njerëz keni në studio? Keni të gjitha pjesëtar të artit apo keni edhe emisione të ndryshme? Noli, kam bërë shumë emisione për gjatë gjithë këtyre viteve, kam lëvruar shumë fusha, më pëlqen që të jem aventurierja, të jem eksploratorja, të prek të gjitha, sepse kjo nuk është vetëm për faktin që unë dua të njoh, sepse ne nëpërmjet të ftuarve, jo vetëm jetët e tyre, po ne mësojmë, sepse secili prej tyre lë pasazhe, lë quotes, lë thënie të mençura, të cilat ne na shërbejnë, dhe jetët e tyre dhe çdo gjë të cilën ato e kanë prekur, pa diskutim që shërben për mua, shërben edhe për dëgjuesin. Por si gazetare, ti duke prekur shumë fusha, ti rritesh profesionalisht. Pra nëse
ti nga shkolla e gazetarisë do dalësh në një farë forme si specialist i një fushë, terreni studio ty të mbush dhe të vesh me të gjitha. Pra kjo ka qenë edhe zgjedhja ime, duke bërë emisione nga më të ndryshme, me fokus te turizmi. Turizmi jo vetëm në Shqipëri, por edhe më gjërë, tek personazhet, mjeshtrat e të gjitha fushave. Nga ato më të lehtët, nga ato më të kërkuarit e kohës, deri tek akademikët, tek profesorët, tek mjeshtrat real, tek ata të cilët sot janë edhe në pension dhe ka nevojë për syrin ton, për veshin ton, për vëmendjen ton. Kam trajtuar shumë Noli, shumë dhe do vijoj ta bëj të prek sa më shumë. Pra dua që puzzle-i im të jetë i përplotësuar me gjitha fushat mundësisht. Na tregon ndonjë moment kur je përlotur, se ka dhe momente kur je përlotesh. Dgjoj. Unë jam pak si shumë emotive, realisht. Dhe më beson që në shumë intervista, të them të drejtën, ai i ftuari fliste dhe unë edhe rëke, më beso, edhe më shton edhe me zë, edhe kemi thënë, edhe pa pasur ndroje për ta pranuar, se unë jam shumë e dhënë mbas shpirtit, mbas gjërave që më emocionojnë, që ndrithërojnë. Unë prekem nga vështirësitë e tua, nga gjithë lufta që ti ke kaluar, nga gjërat e bukura dhe ato po kështu po ato njëjtë edhe ato më emocionojnë jashmase. Kështu ju kam qarë shumë, kam qarë dhe ndonjëherë them, ju lutem mos më gjykoni sepse unë e tillë jam, unë të ndjej, unë e përjetoj njeriu me të gjithë kuadratet e tij, me gjithë ngjyresat. Unë e dua njeriu si qenie, realisht, e dua jetën. Edhe këtë moment them jemi të bekuar që jetojmë edhe duhet ta falenderojmë jetën që na ka dhënë këtë mundësinë edhe të njihemi me njëri tjetrin, të marrim nga njëri tjetri. Tani, realisht nuk të them dot një personazh edhe një ngjarje të caktuar, nuk më vjen për momentin. Po më erdhi ndoshta më vonë do ta citoj, po s'më vjen tani. Atëherë, cilat i ke pasën surprizat më të bukura në emision që të kanë lënë përshtypje të mëdha me të ftuarin? Ndonjëherë, vërtet që surprizohesh, se ka intervistat me të cilat ti nuk shkon fort të entuziazmuar apo nuk të ngrojnë pamje të parë. Thua do jetë diçka e ftohtë sepse ky ka qenë perceptimi që ai të ka dhënë nëpërmjet ekranit apo nga vepra ti në farë forme. Dhe kur ti fillon jo ato momentet e para, jo 5 minutë që parë intervistës, sepse ai ka atë staturën, sikurse edhe i ftuari nuk më njeh mua dhe unë nuk e njoh atë, dhe është disi ngrirë, është formativ si bisedë më pas, kur ne hym nëpër labirinthe, ndalemi tek më së shumti tek fëmiria, sepse është ajo e cila të gjithë besoj unë i xhbën nga formati i maturisë, ajo i gjallëron kujtimet e vjetra. Atëherë fillojmë edhe ngrohet biseda, edhe miqësohemi aty për aty dhe fillojmë më pas lirshëm prekim gjëra të cilat tema, momente që i ftuari edhe mund t'i ketë harruar. Ka pasur nga kahu tjetër dhe raste kur kam shkuar entuziazmuar me pritshmëri ndoshta, edhe këtë e theksoj, kam pasur pritshmëri për bisedën dhe ndonjëherë nuk jam ndjerë mirë sepse ka disa syresh që dhe të flasin jo ftohtë, po thatë, më kupton? Po. Ose të përgjigjen shkurt. Dhe ti nuk don që biseda jote të jetë aq e ngrirë, ti do që të jesh sport, apo jo? Pak. Kjo është një ndër arsyet. Pra është në atë balancën e madhe, ndonjëherë pra kur nuk e pasur bindje që do të shkojë mirë, të ka ndodhur je surprizuar ndryshe. Kjo ka qenë përgjithësi. Pastaj surprizat të tipit unë përgatis një skalet, sikurse gjithë gazetarët besoj, në bazë të pikave pra kyçe ku ne do të ndalemi, do t'i referohemi dhe edhe në fund e them të emisionit. Skaleta ime, që çuditërisht është e gjatë edhe e përpunuar mirë, shkon kot, sepse pyetjet lindin
organikisht dhe mua më hidhet ka hera poshtë. Kjo është për mirë me të drejtën, sepse është e mira për të dy. Kjo tregon që um, personazhi më ka zgjuar kurreshtje. Kjo tregon që ti ke mundësi që dhe të krijosh, pra, të krijosh gjatë kohës, të pyesësh, të lindin pyetje jashtë asaj çka ti kishe formuluar në fillim, tregon që i ftuari është ndjer mirë me ty, pra ka shumë pika të cilat ne do t'i ndoshta mund të ndalemi në fund për të bërë atë rezumen për mbledhjen finale. Është e mirë, pra. Dua të dija cilat figurat publike i ke pas në radio dhe si je motivuar me ta, se shpesh edhe ne kur kemi figurat publike do të them, o zot, do të na vi filani ose do të na vije ky. Dhe kur vin ata janë njerëzit më të thjeshtë, më të ulur, më të kanë çka flasin, si ndihesh ti kur i ke ata? Sigurisht që secili do ndjej mirë kur ka njerëz të cilët jo vetëm unë i vlerësoj, por kanë edhe mbështetjen edhe komente pozitive nga masa. Unë jam pak antikonformiste si personazh, si gazetare, e tipit që nuk më ka pëlqyer ka hera që t'jem pra, unë nuk dua që në hapësirën time të kem vetëm njerëzit të cilën i trumbeton koha, ata të cilët janë më të klikueshëm, ato që masa do i dëshironte. Nuk kanë qenë fort ke showbizi, sepse ato e kanë gjithë hapësirën e tyre për t'u shprehur, për t'u dhënë. Unë dua tjetër çka, lëvroj tjetër gjë tek individi. Kërkoj njerëz që hera herës nuk janë pro me atë çka i serviret, nga politika, nga media, nga jetesa e tyre e përditshme. Më pëlqejnë njerëzit që kanë nerv, njerëzit që kanë njerëzit e guximshëm, njerëzit të cilët e thon fjalën e tyre troçe edhe pa ju tutur qërpiku. Më pëlqejnë të tillë njerëz. Hera herës ndoshta mund të marr edhe pesha mbi supe, sepse ne dim që politika e një institucioni, e një emisioni, ndoshta nuk mund të ta lejoj, por mua më pëlqen ky lloj komunikimi me ata të cilët janë ai target grupin çik më i veçuar, një çik më janë aksuar, por që kanë zë të fuqishëm. Nuk impresionohem Noli kollaj, pra unë impresionohem nëse kam, për shembull, nëse kam pasur pedagog të mi të cilët aq që kam dashur, i kam vlerësuar dhe kam pasur ëndjet i kisha kur isha pra studente, kam pasur mundësinë që tani në emisionin tim t'i kem prezent edhe jam njohur ndryshe me ta. Dhe kjo ka qenë është satisfaksion, sepse nëse në kohën kur ishim e themi të rinj apo në kohën e studentlikut, mund të mos kemi dhënë atë 100% ton, apo të kemi dhënë më të mirën, tani ti ke mundësi që ti lësh tjetër shije pedagogut tënd, pra ti japësh një tjetër portret, ndoshta këtë më të maturuarin që kemi tani. Nuk do veçoj emra, sepse kam pasur personazhe ndoshta mund të them nga mosha 18 deri në 70, ndoshta diçka më shumë, pra dhe jam habitur, jam surprizuar po njëjt. Pra, edhe nëse je i vogël, ti ke mundësi të më impresionosh, jo mua, kur flas për mua, flas për dëgjuesin, ke çka jo ofron, ke çka jo i jep atyre, po kështu dhe nga ata të cilët futen në atë librin e thesareve të profesioneve, pra ato të cilët janë dekoruar si mjeshtra në shumë fusha në le. Shpesh herë ndodh kur janë artistat e ri që vinë në skenë, para se marrë në skenë, edhe gjithmonë mendojnë, thonë, dua të shkoj te kjo radio, dua të shkoj te ky televizioni, po nuk më marrin. A do t'jesh ai personi që do të ta marrësh edhe ta motivosh edhe t'japsh hapësirë që t'jetë me të vërtet të ngritet, nëse ka një sukses? Gjithmonë, pafund, po patjetër është nuk e bëj me kast, e bëj se ndjej. Pra,
nëse edhe një anonim do më shkruante, dhe e kam bërë shumë raste, nëse më shkruan, Almira, dua të jem pjesë e emisionit tënd, shumë krahapur, sepse kam arritur në konkluzionin që nuk na bëjnë diplomat, nuk na bën statusi, nuk na bën emri, nuk na bën paraja, nuk na bën imazhe, na bën tjetër gjë, dhe nëse ne arrim që ati personazhi, ati anonimi, ti nxjerrim një anë njerëzore, pa diskutim që për mua bën vlerë, për mua ka rëndësi, dhe për më tepër për dëgjuesin. Sepse ne Noli e kemi detyrë shtëpie, e kemi detyrë të kahershme që të përcjellim vlera. Të dimë më saktë, sepse është edhe roli i gazetarit ai, mënyra se si ai e stimulon, se si e ndërton bisedën, për t'i nxjerr, për të nxjerr anën e tij, për t'i hequr atë lëvorën pa nga pak, edhe për të shkuar aty tek thelbi, tek ajo njohësia e arrës. Kam thënë dhe them prap, një artist i shuar, siç jeni edhe ju nuk jeni vetëm me një veprimtari që e bëni të gazetarisë, ju keni edhe dy gjëra tjera të bukura që e bëni, po do t'i flasim më vonë. Gjatë përgatitjeve të emisionit, për një gazetare që ka njohuri të madhe, a të merr kohë për ta zbërthyer një personalitet? Po, patjetër që merr kohë. Unë jam nga ato natyra të cilat mbaj gjithmonë, edhe kur kam lexuar, vijoj akoma mbaj në nënvizime, me brash, pra gjithmonë gjëra të cilat vlejnë unë i qarkoj. Unë nuk futem kur pa përgatitur. Unë nuk mundem që ti të më vish mua në emision dhe unë mos të kem informacion për ty. Absolutisht. Pra, sigurisht që kam lexuar shumë, të kam parë në shumë formate, por ka dhe diçka, sepse ndonjëherë këtë e ndan edhe një Filly Hall. Nëse për dikë mendoj që ke shumë informacion, më të kap ngërçi dhe thua, po unë çfarë do ta pyes, sepse këtë pyetje ja kam bërë, edhe këtë ja kam bërë, dhe unë dua që të jem e re, pra më kupton, edhe në njohjen time për ty. Dua që të zbuloj pak nga pak, të zbuloj unë, dua që mos jem përsëritje e XY gazetarit, dua që të transferoj në një tjetër nivel bisede. Nuk dua që të jetë biseda me ty shablon, standarde, ajo të cilën ti do dëgjosh shpesh e shpesh. Se ç'kuptim ka? Ç'kuptim ka për mua si gazetare, po ç'kuptim ka dhe për ty në momentin që je përsëritës. Pra, sepse ne e dim që televizionet, edhe pse janë në numër të shumta, kanë bie në përsëritje. Gazetarët bëjnë të njëjtat pyetje dhe i ftuari thot, këtë e kam thënë diku, këtë e kam thënë atje. Dhe kjo nuk më bën sens, nuk më vlen si informacion. Më kuptoni den? Kjo është një mrekulli e madhe, se kur është një gazetare me të vërtet që don ta nxjerrë thelbin më të bukur dhe gjan ato pikat më të bukura që ka dëshirë edhe i ftuari që ti thot që të ndihet edhe ai mirë. Unë kam një vërejtje të disa gazetar kur marrin të bëjnë pyetje dhe hyn, ose si quhet në gjuhën angleze, interrupin. Interrupin do me thënë bën ndërhyrje të mëdha. Si e mendoni këtë ju si një gazetare? A është më mirë të lësh një të ftuar të flet, të kënaqet, ta tregon atë pjesën e artit ose atë pjesën e punës së tij deri në fund? Kjo është pyetje që nuk don përgjigje, sepse nuk diskutohet, pa diskutim që duhet ta lësh, ta dëgjosh, edhe ta shijosh, edhe ta përjetosh të gjithën çka po flet. Ta shikosh drejt në sy dhe ta dëgjosh mirë, sepse që aty fillon dëgjesa tek ajo çka ti i jep atit nëpërmjet mimikës sënde. Çfarë them, Noli? Ndoshta unë e kam privilegjin, sepse hapësira që unë kam zgjedhur ma lejon dëgjesën, sepse radio e ka këtë, si thuash, këtë hojës, e cila është shumë e rëndësishme, ndërsa televizioni besoj është gjë tjetër, ka tjetër kohë, ka tjetër ritëm, panelet ndryshohen shpejt e shpejt dhe nuk di pse ti më përpara ke ikur se sa ka ardhur.
Pra, këtë gjë unë do doja që të ndryshonte televizioni, po unë nuk jam kurkushi që të më dëgjohet edhe të ndryshohet ky moment, sepse kam dëgjuar po kështu nga të gjithë të ftuarit e mi, vinë në radio dhe thonë, këtu ka lezet, këtu është tjetër gjë, këtu kënaqesh, këtu ndihesh ndryshe nga televizioni dhe jo për të hedhur poshtë ata, por besoj se diferenca është vetëm tek dëgjesa dhe koha që i jepet secilit ftuar. Kjo është besoj një ndër arsyet. Unë kam punuar 18 muaj me një radio, kam qenën edhe me të vërtet ishte shumë kënaqësi e madhe me qenë se nuk u shfaqa në ekran edhe isha në atë garderobe, flisja me një kauç ose diçka, i ndjesha veten më rehat edhe më kënaqësi. Por edhe kjo pjesë e bëj sot është shumë e bukur, më pëlqen shumë se është një gjë shumë e bukur. Në këtë moment ti, Noli, dhe kjo është kompliment për ty, sepse je ndër të rallët, realisht, i cili, derisa i ftuarit i vë pikën mendimit fjalës, ti nuk ndërhyn dhe është vërtet shumë e rrallë. Tani, nuk e di unë, tani të pyes, kjo është si thua, është mësim profesional të cilin e ke fituar, e ke përftuar gjatë rrugës, apo është edhe e Nolit, si njeri i cili respekton ftuarin deri në fund? Atëherë do t'aja përgjigjem me të vërtetë që jam i kënaqur që më bën një pyetje. Kjo pyetje do të përgjigjem me të vërtetë shumë sinqerisht. Flas nga vetvetja, do të flas një gjë nga vetvetja, nga rrugtimi im i artit, mund të them për 40 vite. Çdo herë kur marr të flas diçka, gjithmonë koncentrohem edhe flas prej 1 deri në numrin 100, të shkoj me radhë. Edhe kur më ndërhyn dikush, atëherë më duket se duhet të hypi me shkallë shumë lartë edhe të zbres shumë poshtë. Atëherë hupi orientimin dhe nuk e di veten ndoshta edhe ku jam. Për atë kam thënë se është kënaqësi e madhe për një të ftuar ose për një prezantues që ta ndëgjojë më bukur se rruga e artit, rruga e një suksesit dhe një personalitetit është shumë e çmuar që të kënaq vetëm ta ndëgjojsh. Unë për veti po kënaqem duke ndëgjuar juve me rrugtimin e juve. Po ashtu do të dalë një gjë të bukur, një gjë tjetër do të dalë te kjo. Më shkon, shiko, në ekranin ton po shikohen disa punime të juaja të ndryshme. Dhe po ju shoh figurën e juaj tani që jeni veshur me një ngjyrë pak shumë të rëndësishme dhe attraction që i thonë anglisht, i vjen një ngjyrë që të mshon në kokë ose në sy. Kështu që do dalim pak na tregosh arti vizual, moda. Para se ta bëj pyetjen, dua të di një gjë. Po i shoh të fustanat e bukura, këto gjërat e bukura. O zot, të vizatuara, të hedhura në fustane, në garderob, kjo si ka e mundur, s'kam pa në jetën time. Na trego pak. Na trego të lutem. Unë të nderoj shumë. Jo kam parë, po është një gjë që duhet ta kuptoj, një gjë që si ke bo ato njancat, ato ngjyrat, ato kombinimet, si në veshje, si në kostum. Kjo na sqaro të lutem, këtë dua ta dim. Noli, unë falenderoj shumë që flet me superlativa dhe më mbështet. Më ka thënë që kur kemi kontaktuar për të parë vetëm fjalë aq të mira sa realisht edhe emocionohem, por nuk është një gjë e cila as nuk është bërë më para, as nuk bëhet, madje është një formë arti e cila ka vëmendje ndoshta më shumti në Shqipëri, sepse nuk mund të them që nuk e kemi kulturën, ose dua ta them, nuk e kemi fort kulturën e të mbathurit, e të veshurit, tekstile të cilat janë nga dora artizanëve. Tirana jon, metropoli, vijon të ketë etje për firma, për logo, për luksin, për gjërat të cilat bërtasin ndoshta, të cilat janë firma të mëdha. Edhe unë kam qenë antipodi i kësaj kahera. Unë kam qenë partizania dhe dëshironësja e gjërave të bëra me dorë. Mua më shijon procesi jashtëma se kur gjën e kam të krijuar nga vetja ime, sepse jo vetëm që kjo më ka vënë në punë, më ka bërë të ushtrohem, të mësoj, sepse çdo gjë që është arritur deri këtu është fal mësimeve që unë kam marrë në fushat ndryshme. Por në finale fare, sikur se the dhe ti,
kush është rezultati? Ti ndihesh ndryshe, ti ke një gjë autentike që nuk e ka askush në botë. E këto janë roba, këto janë materiale, janë fustane, janë këmisha. Pra, çdo lloj pëlhure që ndoshta që ka prodhuar njeriu, unë jam munduar ta ndryshoj, ta pikturoj, t'i jap jetë, t'i jap gjendje dhe sikur se piktorët kanë zgjedhur telajon, unë kam parapëlqyer që këtë veprën e artit ta kem në ecje, ta kem në lëvizje, të më shoqëroj, të jetë e dukshme, mos jetë vetëm në atë hapësirën e galerive, pra. Kjo është Noli, pastaj procesi është i thjeshtë, nuk është i vështirë. Ju më thatë mua, Noli faleminderit që më jepni komplimente. Më fal, unë nuk të jap komplimente, po të jep puna juaj që e bëni komplimentin, që shkon gjithçka nga shpirti dhe flet goja. Kështu që unë të përgëzoj se me të vërtet që ja shikojnë edhe njerëzit kanë mundësi të shikojnë këto atrakcionet, të ngjyrat, të kombinimet, si ke bërë edhe kjo me të vërtet unë jam me artistat të mëdhaj, shoh ngjyrat të bukura, shoh gjërat të bukura, me të vërtet më ka lënë një përshtypje jashtëmase se është një gjë e bukur kur të vlerësohesh nga vlerat e juaja që i bani këto. Kjo është një ai shitni ju këto teshat apo si shkon kjo punë, se dua ta dim se njerëzit kanë dëshirë të dinë ku të drejtohen, se me të vërtet janë të bukura, kështu që na thuaj, të lutem. Faleminderit Noli sërish, realisht faleminderit se më pëlqen më pëlqen njerë e vlerësoj shumë se ju jeni artist dhe kjo merr tjetër pesh kur ta mbështet një njeri i cili e njeh mirë artin, e ka lëvruar patjetër që ti ke një farë përkëdhelje të brendshme. Tani deri më sot kam bërë vetëm dhurata, nuk kam shitur. Nuk kam shitur se di pse, sepse të vjen keq Noli kur ti krijon, është puna e veprës tënde. Ti ke bërë një vepër dhe në finale fare ti mendon që ajo nuk ka çmim. Vetëm nëse do t'ishte përsëritje, ndoshta do hynte në këtë konsumimin çfarë vlere ka ajo materiale. Nuk kam shitur sepse Noli në Tiranën tonë nuk paguhet. Nëse ti pyet dikë çfarë vlere ka kjo këmisha që un kam veshur edhe sot, e cila është po kështu e pikturuar me dorë, do t'japin një çmim i cili më shumë ndoshta do të ofendoj, sesa ti do ndihesh e vlerësuar. Thjesht ofendohesh, ma beso. Pra, më mirë thua, më mirë poruaj këto generalet e mi, po i kam në fush beteje, ama nuk dal me ta të merrem, sepse nuk i nxjerr në front lufte, sepse do vriten nga pakujdesi, do vriten nga mosbesimi, nuk do vlerësohen. Më kupton, ndërsa unë kam investuar shumë e shumë për vite dhe të mos marrësh mbrapsh nuk merr Noli, ma beso se nuk dua ta levroj fort këtë temë, pasi kam keqardhje jo vetëm personale, por edhe për gjithë artistët e Shqipërisë të cilët nuk kanë vëmendje, nuk kanë duartrokitja, janë shumë të pakët. Ti e di fort mirë se si perceptohet vepra e tyre. Atëherë unë isha mram në një fashion show, të them të drejtën, edhe sa të qoftë i kisha disa nga fotot e juaj dhe po i prezantoj një stilistit atje, këtu që janë stilistat të mëdhej. I pan dhe u çmendën. Do ishin ta dinë se si punon. No. Duan ta dinë se si punon. Edhe një gjë të them, kur mos i thuj vetvetes që duhet të vlerësohesh, dhe duhet çdo herë që bën një punë bukur, duhet edhe të paguhet. Pse të paguhet? Se njerëzit ta vlerësojnë punën edhe duan ta blejnë. Unë për veti më pëlqen diçka, unë shkoj e blej. Ai tjetër se ka mundësi. Tani jemi në atë, si ta them me një fjalë, jemi në atë kohën e modernizimit, jemi në rrjetet sociale, në media që njerëzit shohin edhe puna juaj duhet vlerësohet, duhet paguhet. Pse jo, se ti e bën mundin,
edhe kur e man mundin, ajo duhet të paguhet. Se thash, këto që po shifen, këto gjërat mrekulliet, këtu i përdorin dizajnerat e famshëm i përdorin në Amerikë. Unë ju thash i shoh. Por kënaqësia ime është që pse mos të bësh një gjishka të bukur që ja ke anën, si thojna nga ana e Kosovës. Pse jo? Nuk duhet ti thush vetës jo, po turprom. Duhet të ecish para edhe mos ndalosh. Ja, tani je në ekranin që shikohet në anën banë botës, deri në Australi, njerëzit të shikojnë, ku ti shikojnë punimet e bukur, ata do t'japin mendimet se wow, do të thonë wow, dhe si mund ta kem këtë. E kur duan ta kem këtë, atëra ta duhet ta kenë. Kete drejt, okay, atëherë ka dhe një diferencë, mund të jetë e vogël, mund të jetë e madhe, po ndryshon tregu i Shqipërisë me tregun në New York apo në botë, sepse unë e di fort mirë se çfarë vlere kanë matan kufinjve tan, punimet e vogla, artizanët, qëndistarët, unë e di se çfarë peshe ka materiali dorës. Por të thash edhe një herë, ndoshta në vendin tonë me kalimin e kohës gradualisht do të jepet tjetër vëmendje, sepse edhe sot ka një tjetër hapje edhe një tjetër vëmendje edhe për këtë hapësirë. Ndërsa po ta kthej edhe një herë në pjesën personale, ka dhe diçka të cilën un kam dashur që fillimisht të gjitha punimet e mia, të gjithë këtë armatimen, në fillim ta ekspozoj si vepër arti. Pra dua që të gjitha punimet të kenë një ditë, një ambient të dedikuar edhe të shikohen dhe të përjetohen si vepra. Më kupton? Ndërsa më pas mund të kaloj edhe në pjesën e marketingut apo e të kthyerit në një biznes, ndoshta në një fazë tjetër, e cila pa diskutim që jam në rrugë sipër për ta çuar deri atje, sepse ne dim që mundi do patjetër shpërblyer, do vlerësuar dhe nuk do ishte budallallëk të thoje që jemi kundra pagesës, kundra paras, sepse kjo është edhe forma më e mirë, një gjë e cila nuk ka mbrapshta, nuk të vlerësohet, do shkoj kot. Unë do t'ju quaj juve multiartist. Ka edhe një gjë të bukur që ti e ban, hana thuaj për librin. Për librin? Po, të them për librin. Po, librin. Na trego librat. Çka ban me librat? Nole, po bëhet gati një vit, vjet në qershor, unë bëra publikimin e librit tim të parë, Anafora në shtratin e numerologjisë. Nuk e di sa perceptohet që në momentin kur unë e them, por është një libër që aty kam dhënë veten time. Anaforat ne dim, besoj për gjithë ata që e njohin një mirë letërsinë, e din çfarë lloj figure letrare është, pra çfarë force dhe peshe i jep një teksti kur ajo është përsëritet. Pra janë fjalë të cilat përsëriten për të pasur më kumt, më jehon, për të thënë mesazhi më me forcë. Janë ndërtuar në një terren numerologjie, pra ka një ndërthurje shumë bukur midis numrave, filozofisë, sociologjisë, materialeve të cilat i kam përpunuar, pra modestisht, janë materiale të themi të cilat e kam pasur fokusin tek numerologjia, tek konkluzione, tek disa ndoshta rregulla të përgjithshme, sepse e thash edhe në krye të herës që nuk jam specialistja e kësaj fushë. Kam bërë në këtë aspekt rolin e gazetares për të përmbledhur dhe për të konkluduar në terma mbi numrat kyç kryesor. Dhe më pas aty kam luvruar edhe kam eksperimentuar këtë zhanërin që nga konsulta dhe me shtëpinë botuese është zhanër i pa eksploruar më herët, është i pa krijuar më herët.
Kur të takohemi ndoshta apo në një moment tjetër, pse jo mund të jap edhe librim PDF që të kesh mundësi ta njohësh edhe ta prekësh realisht këtë botën time ndryshe. Atëherë pra dhe për librin e kam një pyetje që duhet ta dim dëgjuesit tanë, shikuesit tanë, ku gjendet ky libër, se mundohet që e duan këtë libër ta dinë. Pse mos ta marrin? Ku mund ta gjejnë? Faleminderit për suportin, realisht, sepse në çdo element të komunikimit ton ti je aprovues edhe mbështetës dhe faleminderit. Në Tiranë, Nolje, në libraritë e Tiranës, të cilat kanë akses edhe online, të cilat ti mund t'i porosisësh edhe aty ku je, nga cili vend i botës. Është shtëpia botuese Mediaprint, ajo e cila ka botuar librin, dhe në faqen e saj zyrtare ti ke mundësi që të bësh librin tëndin. Ti për kufizoni suksesin sot. Kjo fjala sukses nuk di nëse do më shkonte në kuptimin, nuk dua ta kanalizoj në aspektin profesional. Njeriu nuk e di nëse duhet etiketohet ndonjëherë si i suksesshëm. I suksesshëm duhet jesh si qytetar, ti je i suksesshëm për komunitetin, i suksesshëm si prind, i suksesshëm si partner, i suksesshëm si shok. Pra, dua që të jetë paketë plot. Në aspektin profesional nuk kam dëshirë që t'i vë vetes time as edhe një term të vetëm. Sigurisht janë ata të tjerë të cilët më vlerësojnë, kanë mendimin e tyre për mua se si jam, po unë dua që t'i qëndroj fort anës njerëzore sërish. E suksesshme si Almira, si mami, si gruaja e partnerit tim, si ajo qytetarja e Tiranës e cila bën mirë disa detyra, përpiqet dita ditës që të bëj kontribute, të vogla her pas here, them që ndoshta do jem sërish prapë në rrugën e suksesit. Po asnjëherë e suksesshme është term i cili ha diskutim, themi ne, është shumë jo i pamerituar, s'dua ta them, po është term i cili do punë të vazhdueshme. Atëherë, ku e shef veten si një multiartiste në të ardhmen? Di që do vazhdoj të jem po njësoj, të bëj prap gjëra të cilat më entuziazmojnë, njëjtë si tani, gjëra të cilat më mbushin, më rrisin. Do vijoj të punoj si ai oktapodi i cili ka shtrirë të gjitha tentakulat e tij, pra të merret brenda fushës, pra të jetë sërish arti, me artin vizual, i cili po në ditët e sotme është po kaq i rëndësishëm edhe i kërkueshëm. Tani në këtë moment po të referohemi edhe gjërave, pra punimeve me inteligjencë artificiale. Do jem studentja, Noli, do jem nxënësja e cila do vijoj të jetë në kërkim, në proces për të rritur, për të mësuar gjithmonë. Do jem në proces për të mësuar, këtë ta garantoj. Pastaj se ku pa për 10 vite, s'di ta them, nuk e di se dhe gjëra do ndryshojnë, do ndryshoj, shpresoj të ndryshojnë për mirë, shpresoj që të ketë ende vlerë shpirtërorja, ajo e prekshmja, se nuk e dihet. Asnjëherë me zhvillimin teknologjik nuk e di se si do jetë edhe komunikimi, si do jetë e nesërmja, nuk e di, këtu dorëzohem, s'di të them. Atëherë si një multiartiste, një mesazh për të gjithë shqiptarët anë e mban kudo që janë në botë. Noli, shqiptarët janë popull i zgjuar, janë popull i guximshëm, janë popull kërkonjës, janë popull me rrënjë të forta. Janë popull që realisht kam dobësi për nëse do ta shqyrtojmë në shumë drejtime, por janë popull që nuk e di, bëjnë për njëri tjetrin, sigurisht që bëjnë, e mbështesin e përkrajnë njëri tjetrin, patjetër që po, por në këtë moment se di,
Dua që të gjithë bashkëdetarët, ndoshta, të gjithë bashkëdetarët e di që kanë vëmendje për trojet që i lindën, që i formsuan. Ëm marçin më të mirën dhe pse jo, e sjellshin në një formë apo në një tjetër këtu, të japin kontribute të vjojnë të kontribuojnë në të gjithë atë të lajun e madhe të botës, pra secili të hedhë ngjyrat e tij për të krijuar atë mozaikun më të mirë. Nuk di realisht. Të falenderoj shumë, edhe kam një porosit që të punosh sa më shumë, të bësh edhe do koleksione të bukura që të na vish në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe të zhvillojmë një fashion show këtu, pse jo, është kënaqësi që të vi një talente, një artiste, multiartiste, siç thash, është një kënaqësi. Ishte kënaqësia ime, faleminderit shumë për kohën e juaj që sot gjetët që jemi së bashku. Edhe të jam mirënjohëse, një kolege e bukur e shquar që mund të them, ne kemi biseda, mund të flasim edhe tërë ditën e tërë natën, do të jetë kënaqësi jone, por kemi edhe kohën e limitune. Kështu që të falenderoj shumë, kënaqësi jone. Të falenderoj Noli me shpirt edhe një herë që mu dedikove me shumë ndjenjë, me shumë pozitivitet, që më dëgjove në atë paqëtinë totale që realisht të ndjej fort afër, dhe ndonjëherë ti nuk e beson dhe vetë çfarë të mire ka ky komunikimi, sa afër realisht ndihesh, edhe pse nuk e perceptoj dot largësinë realisht. Të falenderoj dhe shumë mbarësi dhe ty. Faleminderit shumë. Lart e më lart, faleminderit. Pra të ndëruar shikues dhe dëgjues kudo që jeni në botë, ishte kënaqësia jonë që patëm Almira Laçi, mund të shkoni të shikoni edhe konfeksionet e saj, mund të shikoni edhe librat edhe gjërat e bukura ku do të jenë në faqen tonë. Kështu që mirë mbetçi dhe rrinë në radhën tjetër me Noli Show në kanalin 39 dhe Noli TV në 39 dhe në Nimi TV në kanalin 249, ku mund të na dëgjoni 24/7, ku janë emisionet tona të transmetuar me pjesëtar të artit, me njerëz të suksesshëm. Mirë mbetçi.